Një aksident trafiku ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të së hënës në rrugën Gjakov-Prizren, në fshatin Dzërc, ku janë përfshirë 2 automjete. Si pasojë e aksidentit, 6 persona kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Nga emergjenca e spitalit Isa Grezda në Gjakov, doktor Jeton Forfi ka bërë të ditur për televizionin Syri se rreth orës 6:30 në emergjencë janë pranuar 6 të lënduar. Sipas tij, 3 prej tyre për shkak të gjendjes më të rëndë shëndetësore janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa 3 të tjerë kanë marrë ndihmë në parë dhe janë hospitalizuar në repartin e ortopedisë në spitalin Isa Grezda. Ndërkaq, zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, Sheremet Elezaj, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 5:40 në rrugën Gjakov-Prizren në fshatin Dzërc. Në aksident kanë qenë të përfshira 2 automjete dhe si pasojë 6 persona kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Njësia rajonale trafikut rrugor është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore lidhur me aksidentin, ka deklaruar Elezaj. Shkaqet e aksidentit mbeten ende nën hetim.